Abdesi në gjuhën e mjekësijës është që 5 herë në ditë ti pastrojsh pjesët kryesore të trupit, pjesë apo gjymtyr që gjithmonë janë në kontakt me virusin, gjithmonë janë në kontakt me mikrobët, dhe i pastron 5 herë në ditë duart, gojën, hundën, fytyrën, krahët, bryllat, kokën, këmbët. Ky është muslimani ideal dhe i pastërt. Allahu Dhul Gjelal po i urdhëron muslimanët me pastërti para 1440 viteve, në atë vendin ku ujë për me pi ishte vështirë me siguru. E mos flasmi mo për pastërti, e neve sot janë duke në mbytën pusët, ujësjellsat, lumejt, detrat, mirë po neve nuk po e shfrytëzojmë atë për pastërti.